Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nuk e kisha menduar kurrë se jeta ime do të merrte këtë lloj drejtimi. Unë quhem Stella, jam 24 vjeçë dhe po e them që në fillim. Unë nuk e shes trupin tim. Nuk bëj asgjë të ndaluar, asgjë intime, asgjë që të më bëjë të turpërohem. Thjesht ulem, pi kafe me njerëz që kanë nevojë për një bisedë dhe për këtë gjë më paguajnë 50 euro. Zakonisht njerëzit habiten kur ua tregoj, të tjerë mendojnë menjëherë më të keqen, por historia nuk është aq e thjeshtë sa duket. Isha në vitin e fundit të fakultetit. Puna që kisha nuk më siguronte as qëran dhe as shpenzimet. E ndjeja veten të ngujuar. Një mbrëmje ndërsa po shfletoja Instagramin, më shkroi një djalë që nuk e njihja. Ke qejf të dalim për një kafe? Të paguaj unë kohën tënde. Në fillim u nxeha. Mendova se më ofendoi siç bëjnë shumica. Por pastaj ai sqaroi. Nuk dua asgjë tjetër. Kam nevojë të flas me dikë normal. Do të jap 50 euro e kam zakon. E lash sin, por fjalia që më mbeti në mendje ishte, kam nevojë të flas me dikë. Dhe kështu pas disa ditësh hezitimi pranova. Isha e tensionuar, e friksuar dhe e pasigurt, por takimi ishte krejt normal. Pim një kafe, ai fliste për punën, për stresin, për ish të dashurën. Pas 45 minutash më zjati 50 eurot pa bërë asnjë lëvizje të çuditshme. U ktheva në shtëpi duke menduar. Ka njerëz që paguajnë thjesht për të mos qenë vetëm. Pas atij takimi fjala u përhap. Nuk e kuptoj si, por brenda një jave më shkruajtën 3 të tjerë. Disa ishin djemë të rinj, disa burra, disa të divorcuar, të tjerë shumë të qetë dhe të edukuar. Nuk isha kurrë vetëm. Takimet bëheshin gjithmonë në lokale të hapura dhe asnjëherë nëpër makina apo nëpër shtëpi. Nuk lejoja as përshëndetje me dorë, po të mos ndihesha mirë. Pija kafe dhe dëgjoja. Ka kaq shumë njerëz të lodhur, të humbur dhe të trishtuar. Njëri më tregoi se kishte humbur baban, një tjetër më tregoi se gruaja po e linte. Një tjetri i duhej dikush t'i dëgjonte idetë e biznesit. Disa i përdorin këto takime thjesht për të ndjerë pak më të validuar dhe më të vlefshëm. 50 euro për një orë nuk është pak, po për ta, ajo është si terapi. Njerëzit pyesin, si nuk të vjen turp, pse takon burra që nuk njeh, a nuk të duket si punë e pisët? Jo, sepse unë e di shumë mirë çfarë bëj dhe çfarë nuk bëj. Nuk jam shoqëruese intime, nuk jam e dashura e dikujt që më paguan. Nuk jam strep për fantazi. Jam një njeri që dëgjon në një botë ku njerëzit nuk kanë kohë të dëgjojnë. Një natë më shkroi një burr rreth të 50-tave. Fotoja e profilit nuk dukej e frikshme, por brenda vetes kisha një parandinë të çuditshme. Pranova megjithatë 2 orë para mbylljes së lokalit. U ul, mori frymthell dhe than: Stella, kjo është era e parë që dal nga shtëpia pas 3 muajsh. Kam qenë shumë keq. Syti kishte të skuqur, duart i dridheshin, folëm gjatë për depresionin e tij, për divorcin, për vetmin, për momentet e errta. Kur u larguam, nuk më la 50 euro, por më la 100. Më tha me zë të ulët, kjo nuk është pagesë, është falënderim nga zemra që më shpëtove sot. Atë natë kam qarë, jo nga frika, por nga fakti se sa shumë vuajnë njerëzit dhe sa pak flasin për këtë. Nuk e di sa gjatë do ta bëj këtë gjë, ndoshta edhe për disa muaj, nuk do ta lë, por di një gjë. Unë nuk jam duke shitur veten, jam duke i dhënë njerëzve atë që askush nuk i jep, që është vëmendje. Dhe po, paguhem për këtë. Për çdo histori, çdo njeri, çdo bisedë e rëndë apo e bukur më ka bërë të kuptoj diçka. Në një shoqëri ku të gjithë bërtasin, shumë pak dëgjojnë. Prandaj unë jam Stella, 24 vjeçe, paguhem për të pirë kafe me njerëz dhe në një mënyrë të çuditshme u bëra vendi ku njerëzit kanë zbrazur shpirtin e tyre.